Po deri tash është gjendja e qetë, është stabile. Jemi në komunikim të vazhdueshëm me minatorët cilët janë të mbyllur për shkak të defektit në energji elektrike. Menaxhmenti ka marrë masat e duhura. Janë disa ekipe na kanë dalë ndihmë edhe disa ekipe në si Kitsi apo edhe kompani të tjera, ka raste edhe private. Normal menaxhmenti ka thirrë edhe ekipin e shpëtimit, i cili është në gjendje të gatishmërie çdo moment. Momentin që e shet të arsyeshme që duhet me u fut në minier, jemi furnizuar me gjëra ushqimore, me borna, për t'u dalë ndihmë sipas nevojës së minatorëve. Deri tash nuk është që kemi shqetësime shumë mëdha, përveç disa shqetësime të vogla, një minator i cili është më i ri pak, i cili vetë sa ka filluar punën edhe nuk është shumë informuar mirë me rrethonat aktuale apo problemet që janë. Po nuk është ndonjë shqetësim serioz edhe na vetëm ekipa e shpëtimit jemi në gjendje gatishmërie dhe vetëm presim urdhën për me dalë ndihmë. Do thotë më herët ka ndalë një pjesë e tyre, si është gjendja e tyre dhe ka pasur ndonjëri prej tyre ndonjë lëndim? Jo, nuk është paraqit lëndime, përveç lodhjeve fizike sepse është e mundimshme me dalë nga thellësia 800 metra dhe në shkallë vertikale. Edhe ka dhe përbën edhe një rrezik shtesë e dalje dhe është stresuese, përveç ngarkesave fizike, lodhjeve këto. Mirë, po nuk është që dikush ka paraqit, përveç lodhjeve fizike, ndoshta shtangim muskujve këto, po na shqetësim tjetër s'ka. Ata cilët janë ende të ngujar në sa metra thellësi janë? Po tash janë dikon rreth 760 metra, mirë po varet prej nivelit horizonteve, sepse ka në horizontin e 8, ka në horizontin e 9, 11, 10, varësisht në gjitha ku ka pas aktivitet punën në minier, sepse këto janë horizontet kryesore cilat ka aktivitet punë. Për shkak të mungesës së energjisë elektrike, po për shkak a kanë ventilim ose diçka tjetër ajrin, probleme me ajrosja apo jo? Normal nuk furnizohet në kushte standarde normale, mirë po për shkak mos aktivitetit punës nuk është që diçka që e rrezikon jetën, po nuk është edhe mirë dhe shëndetshme me qëndru gjatë, sepse mundet me sjellë edhe pasoja shëndetësore. Deri në sa orë mund të qëndrojnë pa pasur ndonjë problem? Unë nuk mund të las këtë rast sepse nuk jam profesionist shëndetësor. Këtë rast mund ta them profesionist shëndetësor, kështu që nuk është në kompetencën time të flas. Mirë po, në momentin që ka ndonjë shqetësim, sepse ka një rotacion ndryshimi të rrymave të ajrit, po atje janë minatorët vjetër dinë edhe janë të informuar se si duhet cilën në këto rrethona dhe duhet më u përshtat rrethona dhe kushteve cilat i jep miniera.